A ndikon stresi dhe lodhja e prindve tash të fëmit? Definitivisht ndikon, se ne kur kthehemi në shtëpi, thojmë, okej, sot jam I lodh, ka mundësi nuk I marrëm fëmijët seriozisht në kërkesat e tyre, qoftë në kryerjen e detyrave të shkollës, qoftë në ankesat e tjera. Normalisht, unë e kam thënë edhe një herë, nëse nuk e di, e kemi përmend radar, që do shta ja vlen me lënë disa gjana anash dhe të merremi me fëmijët për shkak se po rriten shpejt edhe kur po na ndodhin problemet, atëherë po shihet që ka qenë reflektim I mos punës tonë. Duhet balanci, apo? Duhet balanci, gjithsesi. Mirë, po në qoftë se bisedoj mirë me fëmijë dhe ata e kuptojnë kur ne jemi të lodhur. Pse dhe ata e kuptojnë kur ne lodhemi ndonjëherë dhe nuk mundemi të merremi me ta. Në qoftë se I kemi shpjeguar. Por jo për ditë. Po jo, absolut jo. Sidomos vikendi duhet kalohet me fëmijët. Pra, na falet nëse gjatë ditëve të javës jemi të ngarkuar dhe vikendin I dedikojmë fëmijëve, apo? Po ne realisht punojmë për me bëni të mirë për fëmijë më shumë. Për ta. Po, që ti shkarkojmë ata prind që I ngarkuam deri tashmë përgjithësi. Po, se ne nëse bëjmë krahasime, shohim që fëmijët e sotëm kanë lehtësira shumë më shumë. Do shta ne si fëmijë kemi pas ngarkesa më të mëdha. Sot ka qasje më të mirë, sot ki transport më të mirë, I ki gjitha gjërat, nuk ka, mund kujtohet për veti kur shkojsha gjatë viteve të 90 me një kurs kompjuterave në Dardani, nga xhamia e Llapit u dashke me shku kam deri në Dardani atëherë. Edhe mu kthy në Bramje, dhe në këtë mënyrë pra përveç që ka qenë ngarkesë psiqike, edhe fizike ka qenë për shkak se ka pas edhe patrulla policore që e kem gjithmonë është dashur mi shmang vazhdimisht.